shpresoj që ta themi një përgjigje të tillë pozitive dhe unë besoj se sa i përket pjesës të Ministrisë së Arsimit për të siguruar tekstet shkollore, kjo përmbushet. Por edhe kjo punë nuk varet vetëm prej Ministrisë së Arsimit, për shkak se ne si Ministri e sollëm ligjin për arsimin për tekstet shkollore në fund të vitit 2024. Pra dhjetori, java e fundit e 2024 dhe 2025 e këndeje kemi ligjin për tekstet shkollore. Por nuk është vetëm punë të cilën e kryen Ministria e Arsimit. Aty janë edhe hartuesit e teksteve, aty është shërbimi pedagogjik dhe pastaj janë edhe shtëpitë botuese, pa i lënë anësh edhe vetë shkollat. E që tani në vitin e ardhshëm shkollor, shkollat t'i kenë tekstet e nevojshme, ashtu si që parasheh ligji se një tekst shkollor mund të përdoret deri në 5 vite, përpos klasës parë deri tek e treta, që atyre çdo vit ju dërgohen tekstet e reja shkollore, për klasat më të larta, një tekst duhet nxënësin ose shkolla ta ketë në shërbim për 5 vite dhe pastaj ato tekste zaventëson. Dhe që kjo ne ta kemi informatën e saktë se sa tekste ju nevojiten, pra numrin e teksteve, këtë punë e bën bibliotekari në shkollë. E bën shkolla dhe e njohton ministrinë nëpërmjet portalit, brenda afatit të caktuar që është fundi i vitit shkollor dhe mund të jenë të përgatitur. Shpeshherë ky komunikim ka shkputje. Pra dikush atje në një shkollë, në një komunë, nuk e përcjell këtë informat dhe kur vije që të fillojë pastaj viti shkollor, shfaqen këto mangësi. A çfarë mund të themon nga ana e Ministrisë së Arsimit është se edhe koncepti është ndryshuar, strategjitë janë ndryshuar dhe ne kemi arritur që për arsimin fillor, thuajse ti kemi gjitha tekstet të botuara. Dhe ngelet pastaj distribuimi i tyre. Ka qenë problematik për tekstet e gjuhëve të huaja. Edhe ato kemi arritur që t'i botojmë në marrëveshje me autorët ose me shtëpitë botuese të cilat i kanë ofruar këto tekste dhe i kemi tekstet tani të gatshme, qoftë ai portali i librave që janë elektronik, qoftë të disperzuara dhe besoj se në vitin e ardhshëm nuk do të kemi problem së paku për shkollat fillore.